Sorila, kemi edhe formacionin e Silvinjos me të cilën do të jetë në fush mbrëmjen e sotme 11-qja startuese e teknikut brazilian. Është një formacion krejt ndryshe në fakt nga ato se çfarë jemi mësuar të shikojmë dhe më herët. I konfirmuar në Port Strakosha, në të djathtë të mbrojtjes është Elseid Hysa, Arlinda Jeti në qendër të mbrojtjes me Berat Gjimshitin, pra nuk është përzgjedhur Ismaili, por në vend të tij është Ajeti, patjetër për shkak edhe të performancave shumë mira që e ka pasur. Mita i rikthyer nga dëmtimi që e mbajti larg fushave, shehu në mesfush Kristian Aslani me 3 të tjerë në ndihmë të sulmit kryesor është Broja, Laçi dhe Hoxha, ndërsa më i avancuar është Rei Manaj. Pra janë disa ndryshime të rëndësishme, po themi, janë shumë emra të cilët në të kaluar nuk kanë qenë pjesë e zgjedhjes formacionit bazë nga ana e Silvinjos. Kujtojmë këtu Hoxha, Laçi, Broja, Shehu po ashtu dhe Manaj, megjithëse ndeshjet e fundit ka qenë goxha aktiv. Ajo që do të thonë është se mungon Ylber Ramadani dhe Nedim Bajrami në këtë 11-qe të teknikut Silvinjo, i cili ka vendosur që në këtë lloj mënyre ta nis këtë përballje me Serbinë.